Këto ditë, antiparlamentarët opozicës nuk kanë rreshtur se sulmuari projektin e ndërtimit të kompleksit të ri parlamentar. Me shpifje, me thashëtheme, pa fakte, pa të vërteta. Këto ditë, antiparlamentarët opozicës kanë mësyrë dhe kryetaren e parlamentit. Nuk jam përgjegjur, nuk do i përgjegjem as sot, sepse unë mendoj se sa herë që ka shpifje, shqiptarët shohin faqen e zezë të tyre. Sot, unë kam dalë këtu për një çështje tjetër, sepse gjatë këtyre 2 muajve, po dhe ditët e fundit, dhe kryesisht mbrëmë, antiparlamentarët e opozicës kanë filluar sulme ndaj gjyqtarëve të kolegjit zgjedhor, duke arritur në alucinacion, duke i akuzuar këto gjyqtarë, duke akuzuar drejtësinë, sa ato kanë marrë miliona euro. Në fakt, të sulmosh pa rreshtur drejtësinë, të sulmosh pa rreshtur shtetin, të sulmosh përmes shantazheve, përmes shpifjeve, përmes trillimeve, është shumë rëndë. Në mënyrë të veçantë kur kjo ndodh nga leadershipi i një partie opozitare. E vërteta dhe faktet treguan se shqiptarët dhe qytetarët e Tiranës e përzuan zotin Rama nga bashkia dhe përzuan me vullnet të lirë në një proces transparent, në një ndër proceset më kompetitive dhe në një proceset zgjedhore në të cilë vullneti shqiptarëve u përcaktu me vullnetin më të fortë dhe më të qartë.